Kryeministri Edi Rama ishte i ftuar nderi në konferencën vjetore të Komisionit të Bllokut Lindor në Berlin, një platformë e sipërmarrjes gjermane që mbledh ekspertë të sigurisë, ekonomisë e inovacionit, si dhe përfaqësues të Bundestagut, kancelarisë e trupit diplomatik. Në fjalimin e mbajtur, Rama u shpreh se Europës i duhet Ballkani Perëndimor dhe sipas tij, integrimi evropian nuk mund të bëhet një shtyrje pafund. Mëtej, kryeministri u shpreh se vendi ynë është gati të ecë përpara dhe të kontribuojë. Europës i duhet rajoni ynë. Kjo sepse ne jemi një rajon që kemi pasuritë tona natyrore. Këto pasuri janë të lakmuara nga Rusia dhe nga Kina. Mirëpo ne i përkasim kontinentit evropian dhe duhet të zhvillohemi bashkë me pjesën tjetër të Europës. Ne jemi duke ecur shpejt drejt integrimit në BE. Ne duam që të bëhemi pjesë e BE-s përpara se të mbarojë kjo dekadë. Ne po bëjmë transformimin më të madh në historinë tonë. Integrimi në BE nuk mund të bëhet një shtyrje pafund. Zgjidhja nuk është e komplikuar. Na jepni pjesëmarrjen që hap pas hapi të dëshmojmë potencialet tona. Me hapa të ngadalt, ne do të bëjmë çdo gjë që kërkon familja e madhe europiane. Shqipëria është duke punuar shumë në drejtim të digitalizimit të shërbimeve ndaj qytetarëve. Teknologjia në shërbime është rruga nga periferia drejt qendrës. Ballkani Perëndimor në BE do japë Europës më tepër potencial. Me ne, më e fortë do jetë vetë BE-ja. Në epokën tonë ngatërohet liria e shprehjes me lirinë e shpërndarjes. Europa sot ka nevojë për guxim për të pranuar se zgjerimi nuk është bamirësi, por inovacion. Shqipëria është gati të ecë përpara, të kontribuojë. Pyetja që lind është: a është gati Europa të përfundojë punën ende të pakryer të historisë së saj? Historia rrallë pret për procedura perfekte. Ajo pret udhëheqje të gatshme. Mëtej Rama u ndal te sulmet kibernetike, të cilat i cilësoi si një problem me të cilin është ndeshur edhe Shqipëria. Kreu i qeverisë theksoi se ky nuk është një fenomen vetëm shqiptar, por edhe europian e botëror. Sipas tij, përgjegjësit do të humbasin herët avon.